ne synojmë që të ndërtojmë një qytet ku edhe zhvillimi e biznesi, edhe investimet e investitorët, edhe të rritë të reja, lindjet e reja, të moshuarit, gjithë zënë vendin e tyre meritor, dhe në këtë formë Gjilani bëhet sa më jetueshëm që të jetë e mundshme. E kemi një numër të përbashkët, e kjo është numri 105. Ka për zemër e me zemër. Me mbështetjen e kryeministrit, me mbështetjen e qeverisë kemi filluar me 10 projekte të reja, ndërsa kemi përfunduar mbi 80 sosh, kemi bë 6 qerdha të reja, njërin prej tyre në lagjen Arbria, kemi renovuar shkollat e qytetit tonë, kemi nis shkolla të reja, si dhe shumë projekte që janë me rëndësi jetike për Gjilanin e për komunën tonë. 160 milionë euro prafërsisht janë investuar në Gjilan në këto 4 vjet dhe nuk ka keq shpërdorim. Kjo është shumë e rëndësishme, është rrit besimi në institucion. Mbrëma gjithëve synojmë që bashkë të fitojmë pa balotazh edhe një mandat për kryetar në